Gjykata e Durrësit vendosi të lënë në qeli Xhevdet Plakun dhe 5 nga të arrestuarit 2 ditë më parë. Në masën detyrim paraqitje u la vetëm Alfred Hasanaj. Seanca u zhvillua në masa të rreta sigurie nga policia. Tre shqiptar humbën jetën ndërsa 4 të tjerë u plagosën gjatë një aksidenti rrugor në Gjermani. Ngjarja ndodhi mëngjesin e së dielës në Koblenz, kur furgoni me të cilin ata udhtonin u përplas me trafik ndarsen dhe më pas u përmbys. Vlora është në krye të një liste me 5 sugjerime nga revista prestigjioze amerikane Forbes, e cila bën për të gjithë ata që duan të blejnë një pronë në Europë. Qyteti bregdetar shqiptar konsiderohet me histori të pasur dhe plazhe të mrekullueshme. Fëmijët që shfrytëzohen në rrugë mbeten një fenomen shqetësues. Gjatë vitit kaluar u identifikuan vetëm në Tiranë 240 raste, ndërsa 42 persona u denoncuan në prokurori por largimi të miturve nga rruga mbetet një sfidë për autoritetet. Shifrat e Instat tregojnë një rritje të fenomenit të plakjes së popullsisë në vendin tonë. Në këtë situatë ekspertët e ISHP-s ngrenë shqetësimin për mungesën e mjekëve geriatër, që janë të specializuar për problemet e moshës së tretë. Thellohet kriza politike në Kosovë pasi edhe në seancën e 21 ku vendi nuk mundi të zgjedhë drejtuesit e tij. Palët nuk dhanë asnjë shenjë tërheqje as në seancën e kësaj të diele, duke akuzuar njëra tjetrën për ngërçin e krijuar. Zonja dhe zotërimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Ky është edicioni i fundit i lajmeve. Gjykata e Durrësit ka vendosur sot që të lërë në qeli Xhevdet Plakun dhe 5 nga të arrestuarit e tjerë 2 ditë më parë. Në masën detyrim paraqitje u la vetëm Alfred Hasanaj, ndërkohë seanca u zhvillua në masa të rrepta sigurie. Në masa të rrepta sigurie njëri pas tjetrit, Xhevdet Plaku, Floben Smeqja, Voltan Xhani e 4 të tjerët arrestuar disa ditë më parë të armatosur e duke drequar, dolën para gjykatës së Durrësit ku 6 prej tyre u lanë në qeli pa afat. Gjykata liroi në detyrim për t'u paraqitur Alfred Hasanajn. Ata u arrestuan në një restorant në Gjirin e Lalzit pas ditën e të enjtes, teksa 3 prej tyre ishin në kërkim nga drejtësia. Ndërkohë në çantat që mbanin ju gjetën edhe 4 armë zjarri, pistoleta. Fillimisht në orët e para të kësaj të diele, Floben Smeqja u paraqit në gjykatën e posaçme në Tiranë, aty ku ju komunikua masa e sigurisë arrest në burg, caktuar në mungesë, si i përfshirë në grupin e vrasësve me pagesë të vëllezërve Çopja. Me mas në mungesë nga gjykata e Shkodrës është edhe Voltan Xhani për vrasjen e Elis Roshkodolit në verën e 2024-s. Ndërkohë Xhevdet Plaku ishte prej muajsh në kërkim nga drejtësia italiane ku akuzohet për trafik droge dhe u arratis nga një burg në vendin fqinj. Bashkë me Juger Xhanin, ata do të hetohen nga prokuroria e Durrësit për akuzën e armbajtjes pa leje në masën e arrestit në burg. Për akuzat e përkrahjes autorit të krimit dhe mos kallëzim krimi, në qëllim e vendim të gjykatës së Durrësit do të qëndrojnë edhe 2 personat e tjerë të arrestuar në këtë operacion, teksa Hasanaj do të hetohet i lirë. 3 shqiptar humbën jetën, 4 të tjerë u plagosën gjatë një aksidenti rrugor në Gjermani. Ngjarja ka ndodhur mëngjesin e së dielës në Koblenz, kur furgoni me të cilin ata udhtonin u përplas me trafik ndarsen dhe më pas ai është përmbysur. Jeni duke ndjekur pikërisht pamje nga ky aksident tragjik ku, siç thamë, 3 shqiptar humbën jetën, 4 të tjerë u plagosën. Nuk i ndaloi policisë italiane, por humbi jetën pasi makina e tij u përplas me një shtyllë në afërsi të Romës. Bëhet fjalë për një 38 vjeçar shqiptar që kishte në makinë 25 kg kokainë. Një 38 vjeçar shqiptar humbi jetën në një aksident me makinë pasi iku me shpejtësi policisë italiane në Nettuno pranë Romës. Siç raportojnë mediat në vendin fqinj, rreth orës 20:30, ai nuk ju bind një urdhri për kontroll duke u larguar. Bashkë me të urdhrit për ndalim nuk ju bind edhe një tjetër mjet, në drejtimin e të cilit ishte një qytetar italian. Pas disa minutash ndjekje në periferi të Nettunos për shkak të rrugës jo shumë të mirë dhe shpejtësisë së lartë, makina goditi një shtyllë ndriçimi dhe u përmbys.
Shqiptari humbi jetën në vendin e ngjarjes teksa policia pas kontrolleve gjeti brenda saj një qese me 25 kg kokainë të ndarë në 23 blloqe. Në pranga policia vuri shtetasin tjetër që nuk ju bind urdhrit për kontroll, një italian 28 vjeçar, duke e lidhur me sasinë e drogës. Vlora është në krye të një liste me 5 sugjerime që revista amerikane Forbes bën për të gjithë ata që duan të blejnë një pronë në Europë. Revista prestigjioze amerikane Forbes ka renditur Bregdetin shqiptar në krye të 5 destinacioneve europiane ku duhet investuar në pasuri të patundshme. Në një listë të shkurtër ku sugjerohen vendet për blerjen e një shtëpie pa shpenzuar shifra marramendëse dhe ku standardi i jetesës nuk ka probleme, në krye është Vlora. Shqipëria ka qenë prej kohësh një vend pushimi i njohur për plazhe me kosto të ulët për pushuesit europian, citon Forbes që thekson se tani Bregdeti shqiptar po shfaqet në radarët e udhëtarëve amerikan, ndoshta pjesërisht edhe për shkak të vëmendjes që Ivanka Trump dhe Jared Kushner po i sjellin këtij kombi ballkanik. Forbes nënvizon se edhe ata kanë pushuar në Shqipëri vitet e fundit dhe aktualisht po punojnë për të ngritur një hotel luksoz prej 1.4 miliard dollarësh në ishullin e Sazanit. Në shkrim thuhet se është e lehtë të kuptosh atraktivitetin e Shqipërisë. Ajo krenohet me një kryeqytet të gjallë, peizazhe të ashpra malore dhe një vijë bregdetare mahnitëse përgjatë deteve Adriatik dhe Jon të Mesdheut. Një nga destinacionet më të njohura është Vlora, një qytet bregdetar përgjatë rivierës shqiptare, me histori të pasur dhe plazhe të mrekullueshme. Këtu është e mundur të blini një pronë shumë pranë plazhit për $100.000 ose ndoshta shumë më pak, shkruan Forbes. Pas Vlorës në renditje është Abruzzo në Itali, Olvera e Spanjës, Selaniku i Greqisë dhe Burgas në Bullgari. Kalaja e Gjirokastrës është një prej objekteve muzeale që po tërheqë gjithmonë më shumë vëmendjen e turistëve. Nëse nuk jemi në periudhën e pikut të sezonit turistik, vizitorët e zgjedhin Gjirokastrën edhe në këto ditë të majit. Ata që zgjedhin të pushojnë në qytetin e Gurt nuk largohen nga Gjirokastra pa vizituar Kalan e Argjiros. Turistët vlerësojnë bukurinë e këtij objekti, por edhe të qytetit. Është një qytet fantastik. Ka një pamje të mrekullueshme të maleve. Qyteti është interesant. Kalaja është një objekt të rregjes dhe ndërtesat janë të veçanta. Është një qytet i bukur, mirë se vini në Shqipëri. Interesi nga turistët në 4 mujorin e parë të këtij viti ka qenë i lartë. Sipas së dhënave, ka një rritje krahasuar me të njëjtën periudhë të 2024-s. Paralelisht kemi dhe rritje të numrit të vizitorëve dhe në sitimin e Parkut Arkeologjik të Antigones, apo dhe në sitetet të cilat nuk janë administrimet e turistëve të shikuar Gjirokastrës. Turistët zgjedhin të vizitojnë edhe shtëpitë karakteristike të qytetit, por edhe objektet e kultit, të cilat ndodhen në zonat përreth qytetit. Pas rreth 3 vite punime, restaurimi i Muzeut Arkeologjik të Durrësit nuk ka përfunduar duke rrezikuar edhe hapjen për këtë sezon turistik. Zyra e Kombeve të Bashkuara shprehet se punimet ishin parashikuar të përfundonin në vitin 2023, por u vonuan për shkak të problemeve të pronësisë. Në nëntor të vitit 2022 nisi restaurimi i Muzeut Arkeologjik të Durrësit, ndërsa projekti parashikonte që punimet do të zgjasnin vetëm një vit dhe se objekti i përfunduar duhej të dorëzohej në 2023-shin. Pas 2 vitesh e gjysmë, ky muze, një nga më të rëndësishmit në vendin tonë, qëndron ende i mbyllur, duke rrezikuar që të mos jetë gati për turistët edhe përgjatë sezonit veror të 2025-s. Jemi munduar që ta zëvendësojmë duke futur sitet e tjera. Për shembull, pa diskutim një ndër to është amfiteatri i Durrësit. Pastaj muret rrethuese, kemi futur dhe torën rrethore apo torën venecianet. UNOPS, Zyra e Kombeve të Bashkuara për projektet që ndjek investimin në terren, për televizionin Klan thotë se pengesë për shtyrjen e afatit është bërë pronësia e Muzeut Arkeologjik të Durrësit. Një problem i rëndësishëm ka qenë nevoja për të regjistruar pronën ku ndodhet objekti i muzeut në emër të qeverisë së Shqipërisë, në mënyrë që të mund të merrej leja e ndërtimit. Prona nuk ishte regjistruar kurrë në emër të Ministrisë Përkatëse të qeverisë së Shqipërisë. Aktualisht është marrë leja e ndërtimit që lejon zbatimin e të gjitha funksioneve
institucioneve mbështetëse të projektuara për muzeun. UNOPS nuk je përgjigje se kur do të bëhet inaugurimi i muzeut të restauruar, por thotë se tashmë 93% e punës në kantier ka përfunduar. Sqaron se me përfundimin e punimeve në ambientet e brendshme do të bëhet risistemimi i objekteve arkeologjike në ekspozitore të rinj dhe sistemimi i artefakteve në oborrin e godinës. Me një investim prej rreth 348 milion lekësh, autoritetet synojnë që në momentin e rihapjes, vizitorët të kenë akses në 3 kate të muzeut me një tjetër rikonceptim të prezantimit të 3000 objekteve historike. Fëmijët që shfrytëzohen në rrugë mbeten një fenomen shqetësues gjatë vitit kaluar, u identifikuan vetëm në Tiranë 240 raste, ndërsa 42 persona u denoncuan në prokurori për shfrytëzim. Të mitur që kërkojnë lëmosh, që lajnë xhamat e makinave, të tjerë që mbajnë në krah nga nënat, teksa kërkojnë lëmosh. Këtë pamje e shohim çdo ditë në përkurgjimet kryesore të rrugëve të Tiranës. Këta fëmijë shfrytëzohen nga të rriturit në pjesën më të madhe të rasteve nga prindërit apo familjarët e tyre. Shfrytëzimi i fëmijëve për punë vijon të mbetet kështu një fenomen shqetësues. Në vitin 2024, sipas Qendrës Komunitare të Terrenit të Bashkinë e Tiranës, janë identifikuar 240 raste, ndërsa vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti janë identifikuar 102 fëmijë. Rreth 120 raste prej tyre janë parandaluar, të cilët aksesojnë aktualisht shërbimet komunitare. Sfida është rikthimi i tyre sërish në rrugë edhe pasi marrin shërbimet e nevojshme, sepse të ardhurat që fitojnë nga lëmosha i konsiderojnë më të larta. Shkojnë nga 3.000 deri në 5.000 lekë për fëmijë në ditë. Është shumë e konsiderueshme dhe kjo është sfida më e madhe për të bashkëpunuar më pas me familjet. Pjesa më e madhe e tyre janë familje në lëvizje që vijnë nga qytetet e tjera, po kjo e bën shumë të vështirë më pas procesin e menaxhimit. Për familjet që vazhdojnë dhe i shfrytëzojnë të miturit duke i rrezikuar sigurinë fizike dhe shëndetin janë bërë edhe kallëzime. Deri më tani janë 42 raste për të cilët janë kryer, le të themi, edhe kallëzimet penale, nuk bashkëpunojnë me struktura sepse shikojnë shfrytëzimin e të miturve dhe të fëmijëve si një burim të ardhurash. Por ai ndihmojmë ne kur u japim lëmosh këtyre fëmijëve. Qendra Komunitare e Terrenit thotë se jo, sepse kjo mënyrë nxit shfrytëzimin e tyre. Shifrat e Instat tregojnë se popullsia e vendit tonë po plaket, ndërkohë ekspertët e ISHP-s ngrenë shqetësimin e mungesës mjekëve geriatër të cilët janë specialistë për moshën e tretë. Teksa Shqipëria po plaket me ritme të shpejta, në vendin tonë mungon mjeku specialist për moshën e tretë, ai geriatër, sipas ekspertëve të shëndetit publik. Të moshuarit në vendin tonë kanë të paktën 2 diagnoza dhe mjeku geriatër është thelbësor për shërbimin parësor. Jemi pak të përgatitur për këtë. Në politikat kombëtare këto janë të shkruara, por duket se ka pasur vështirësi, qoftë nga pikpamja e Universitetit Mjekësisë për të organizuar, po qoftë edhe nga pikpamja e tregut, ka pak interes nga mjekët për të shndruar në specialist geriatër. Sipas specialistëve, të moshuarit sot përballen me shumë sfida që nga sëmundshmëria e lartë deri tek izolimi social. Tek të moshuarit sëmundjet shfaqen në mënyrë pak të ndryshme. Mund të kesh pneumoni pa temperaturë, mbivendosja e patologjive, humbjen e aftësive funksionale. Izolimi social është një nga faktorët më të mëdhenj të riskut. Për vdekjet parakoshme, geriatri përgatitet për të ndjekur problemin e sëmundjes biologjike, por edhe jetën sociale. Deri tani në disa raste ka qenë mjeku i familjes ai që ka kryer edhe rolin e mjekut geriatër. Aktualisht në Shqipëri mbi 20% e popullsisë mbi 65 vjeç, krahas sëmundjeve bashkëshoqëruese, ka humbur një aftësi në të ecur apo shikimin, ndërsa tek ata mbi 80 vjeç, kjo përqindje është më e lartë deri në 50% e të moshuarve. Jemi tek rajoni dhe do të flasim për Kosovën ku vijon kriza politike. Ka dështuar për të 21 herë konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Partia fituese vetëvendosje nuk arriti sërish të siguroj numrat për të krijuar kvorumin për të votuar komisionin për votim të fshehtë. Vetëvendosje ka hedhur akuza ndaj partive që ishin në opozitë në legjislaturën e kaluar për ngërshim politik në Kosovë. Unë nuk mendoj që është problemi tek
emri cilin po e propozojnë lëvizja vetëvendosje. Unë mendoj që kjo është vetëm një arsye për cilën prapas së cilës po qëndron opozita. Derisa partitë ish opozitare bëjnë përgjegjës kreun e vetëvendosjes për blokadën e krijuar. Qytetarët e Kosovës kanë votuar për të ndërtuar institucione të reja, të cilat duhet të ballafaqoheshin me sfidat e qytetarëve tonë. Jam prej atyre që besoj që racionaliteti politik ka me çu drejt një marrëveshje politike për me kriju shumicë edhe Kosova mu të debloku nga kjo marrje politike padrejtësisht. Seanca vazhdon të martën. Rusia ka kryer një sulm masiv ndaj Ukrainës për pasojë 12 persona kanë humbur jetën dhe mbi 60 të tjerë janë plagosur. Një valë sulmeshtash pra ruse me dronë dhe raketa vran 12 persona dhe plagosën gjatë natës të paktën 60 të tjerë në Ukrainë. Rusët lëshuan 367 dronë dhe raketa drejt zonave të banuara në Kiev, Mikolaiv, Zhitomir e 9 rajone të tjerë. Mes viktimave janë edhe 3 fëmijë. Në kryeqytetin e Ukrainës, qytetarët u dyndën nëpër stacione 9 toksore metrosh për të shpëtuar. Dëmet e goditjeve me dronë dhe raketa nëpër pallatet e banimit janë të dukshme. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky shkroi në X se heshtja e Shteteve të Bashkuara dhe të tjerëve për këto akte inkurajon Putinin. Ndërkaq, Kievi dhe Moska përmbyllën këtë të diel shkëmbimin e 2000 burgosurve, nga 1000 për secilën palë, siç u ra dakord në takimin e Stambollit. Me nxitjen e administratës Trump, Moska është nën presion për pranimin e një anëpushimi 30 ditor për t'i hapur rrugën bisedimeve të paqes që mund të çojnë në një anëpushim të përhershëm. Moska e sheh këtë propozim me skepticizëm pasi dyshon se ky afat mund të përdoret nga ukrainasit për të mbledhur forcat për vazhdimin e luftës. 23 palestinezë kanë humbur jetën pas sulmeve të ashpra izraelite, mes të vrarëve është edhe një gazetar. Ndërkohë Izraeli kontrollon tashmë 77% të territorit të rripit Gazës. Një seri sulme ajrore vrau të paktën 23 palestinezë këtë të diel në rripin e Gazës. Sulmet goditën zona të ndryshme të territorit nga Han Yunusi në jug, Nuseirati në zonën qendrore e deri në Xhabalia në veri. Mes viktimave është edhe gazetari lokal Hasan Majdi Abu Warda, i cili humbi jetën bashkë me disa anëtar të familjes së tij pasi banesa e tyre u godit nga një raketë në Xhabalia. Vrasja e tij e çon në 220 numrin e gazetarëve të vrarë në Gaza që nga 7 tetori 2023. Ndërkaq ekipet e emergjencës nxorën nga rënojat këtë të diel trupat e viktimeve të 9 fëmijëve dhe një mjekje të spitalit Nasser të Gazës. Mjekja dhe fëmijët që ajo po i kuronte humbën jetën në banesën e saj pasi u godit nga raketat izraelite të shtunën, një ngjarje që ka bërë bujë në mediat globale që akuzojnë Izraelin për ashpërsi të tepruar. Izraeli ende nuk ka një koment zyrtar lidhur me këtë ngjarje. Autoritetet lokale në Gaza njoftojnë se forcat izraelite kontrollojnë aktualisht rreth 77% të territorit të rripit të Gazës me forca toksore. Urdhrat e evakuimit dhe bombardimet e vazhdueshme pengojnë kthimin e banorëve në shtëpitë e tyre. U përcol sot me nderime për në banesën e fundit nga familjarët, miqt dhe kolegët e regjizori i mirënjohur Piero Milcani, i cili u nda nga jeta një ditë më parë në moshën 86 vjeçare. Ai ka lënë pas një trashëgimi të pasur me mbi 30 filma artistik dhe dokumentar. Me kolonën zanore të filmit të tij të fundit, Trishtimi i zonjës Schneider, ju dha lajm të mira kineastit të shquar Piero Milcani. Miqtë e tij, kolegët, dashamirësit dhe ata që u rritën me shkollën e Piero Milcanit shprehen trishtimin për humbjen e tij, por edhe nderimin për gjithë kontributin në kinematografi. Një pasuri, jeta e tij, vepra e tij e cila do të frymojë në breza. Piero me krijimtarinë e tij është përpjekur në një lloj fisnikërie ta zbusë, ta qytetroj shoqërinë shqiptare, një figurë e shquar, e cila ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në thesarin e artit të kinematografisë shqiptare. Është një humbje shumë e madhe sepse regjisorët të tillë janë shumë të pakët. Ishte një nga regjisorët që sot vazhdon akoma për mua të jetë më i mirë në raport mirësie, qetësie edhe vjeshtërie. I biri, regjizori Eno Milcani tregon se gjendja e tij shëndetësore ishte rënduar kohët e fundit dhe një ishemi e dytë e rëndoi edhe më shumë. Që përpara 20 vjetësh është smur dhe i kishte një energji dhe kurajo të jashtëzakonshme, dëshirën për të jetuar.
Por edhe pse në këto rrethana, Piro Milkani kishte nisur një projekt të përbashkët me të birin. Piro e quante veten e tij me fat dhe mendon që i kishte të realizuara të gjitha. Pengu që mund t'i ketë ngelur është që duhet të shkruante një skenar për gjyshin nga ana e mamas. Kemi bërë të gjitha xhirimet dhe kishte ngelur vetëm skenari. Unë do ta çoj deri në fund. Piro Milkani ka lindur më 1932 në Korçë dhe ndoqi studimet në Akademinë e Arteve në Prag. Dhe me rikthimin e tij u bën një nga pionerët e kinematografisë shqiptare dhe bashkëthemelues i Kino Studios Shqipëria e Re. Ai ndroi jetë në moshën 86 vjeçare duke lënë pas një trashëgimi të pasur dhe të vyer në kinematografinë. Mbi 30 filma artistik dhe dokumentar, duke përfshirë tituj të njohur si Kur zbardhi një ditë, Zonja nga qyteti, Ball për ball, Nga dënimi mbi vdekje e të tjerë. Përveç regjisurës, ai ka kontribuar edhe si skenarist, producent dhe drejtor fotografie. Këtu përfunduam këtë edicion lajmesh, zonja dhe zotrinj, ju falenderit për vëmendje. Natë mirë.